ka marrë malin për të tanë. Po, shka më bo me fotografi të shpejtaj. –27 marsi nuk është vetëm një datë. Është një dhimbje që nuk shuhet kurrë. Në Gjakov, gjatë luftës së vitit 1999, Firduni e Çerkezi humbi gjithçka, bashkëshortin e saj dhe 4 djemt. Një familje e tërë u mur brenda një nate, duke e lënë atë të vetme me kujtimet dhe me një plagë që nuk mbyllet kurrë. Atë natë të 27 marsit, shtëpia e saj ishte plot jetë, me 23 anëtar të familjes, 11 meshkuj e 12 femra, por gjithçka u kthye në ankth kur policia serbe hyri me forcë. Forcat serbe rrëmbyen 11 burra e fëmijë, mes tyre bashkëshortin Halimin dhe djemtë të saj Artanin, Armendin, Ardianin. Nga përqafimi i nënës e ndan dhe Edmondin, i cili ishte vetëm 14 vjeç. Unë si familje më bashkëshortin, i martu me sitni, edhe i pas martesën e mirë. Gjatë martesës e kemi bo 4 fëmijë, 4 djemë. Burri ku pas shumë bukur, shëndetshëm, edhe kom punëtori ma. Me mujtë ditën e bëjke, natën e bëjke ditë. Mase i bon fëmijët, dhe më thonë Artanin, Armendin, Ardianin dhe Edmondin, edhe ata i kam mësu më punu, janë konë shëndetshëm, edhe janë konë të mirë. Edhe si familje mi konë shumë kërë muzinë. Një konë të mirë, dhe më një konë që mirë në vetë. Edhe kemi kalu shumë mirë. Tej pishtarë të katë që më kalli djali ma, tej natë në se një kemi urritën, i martum, një konë beqarë. Po të dhe që një konë 18, Ardiani i Edmondi konë 14. Një konë, i marë një konë pak ma serios, po konë mirë, po në tush, në shnosh, s'kam pas nevoj me shkollë doktorit, dhe e dy ka marrë policia. I dyti konë gjithmonë të kesh, Armendi, edhe i shnosh, punëtur, edhe kështu i treti e Ardiani edhe ajo konë shkollë të mesme, i mirë, i shnosh, i ngushëm, po ashtu dhe 14 vjeqe Edmondi konë, ngushëm i mirë bërë, këta sheshin për qëtë, dhe kemi parë të muajnë që kaptore, një gajke biciklët, dhe shenë sa i vogël, për nga në biciklët, e mu do këqorit shumë. Kujtime komplet të mira, po se më kujtu, gjithçka me pahin kontë vishin, për dugues, që me gjithën vesh, që më kanë thirë rabë. Dikur ajo ishte një nënë e lumtur. Shtëpia e saj gumbëzhimte nga zërat e djemve të saj të rinj, punëtor e të shkolluar me ëndra për jetën. Artani dhe Armendi sapo kishin nisur një kapitull të ri, ata ishin martuar dhe kishin të ardhmen përpara. Me nusë kemi këtu 50 e qisë. Mas ato murën rrugreve të panë që nuk ka poshëm me o që dhe Gjakova, Kosova, që qëfar respektim kanë borë dhe shaj ku mo. E shumë mirë, po e më kam martu jetën, e martu, kam bo fëmi, kështu më ra. Por një natë mjaftoi që gjithçka të shuhej. Gjithçka kujtoj si më konë, një të farskët. Si më konë satë. U konë që 7 marsin, natën, dita ashtu, kërë një policia serbe, e kanë thirë të të një shpis Halimi, jenë një 2 kapotërumi, 2 të kërësore, edhe e kanë këqyrë. Sa vetë jemi, bashkët i prezentojnë se 4 familje me konë. Dhe më thonë Çerkez, Halimi me familjen komplet, Dilasi, Meraga dhe i Tishi.
Edhe bashkërti Alimi pi shpigon që është i tishi, ky Delhasi, i Meraga, edhe i tishi. Aty mëse në lanë jashtë pra dyve kryesore, edhe shkunat dhe rrenishme në smani dhe fangjati, vitër një. Shkunat kërmua 3 gjysë, 4 edhe përsëri, dhe morën letën e ftimit, përveç që të mundi dhe të qikat vogre, patën s'patën leje, i morën i majtën e sekretariat. Për janë një orë gjysë, na e prunë, thërë rëni qëtu, me i dhanë leje, dhe se, son të kemi ujtë, të kam bardu në ato, në dhe, si që më bërë se u rëthu, ardhën ata, hinë për drëmë, gjatë që për nërë ujnë, ishim ja komplet këta familjet. Edhe ata polis ku i me në lëpë një tavolin me gjithë karika, edhe ishtë dërëm tavolin, mund halimi dhe s'këndar Delhasi në tavolin dhe ata dhe polis. Lëpën soka me pi, ata i thishim soka, ta shlanqe, edhe Halimi tha, lëpën raki. Halimi tha, raki nuk kemi, dhe lanqe kemi. Ani tha, e bonë në zotë djali 3 ardhjajnë, atë tja, se ata në polis, kënë Gjakovës, edhe i shkun dëgoj kanë hove kanë mi, në dëgoj kanë di dëgoj tonë. E për të Halimi që shkini se jo mani, ta kemi majtë, po qëta më të një s'kishi. Edhe e që ardhjani i shërbej me toka, edhe shkunen. U shkollëm se pa e përdo me ishim kërën duki kimi najtë aty dhe nga gatë kësë Gjakovës për drumë që e përdojmë i bo sila. Edhe ju që ato soka, nëse lipën kafe, jo një lipi i vejbona aty kafe të dhe papo, dhe jo një pini një këshpës darte. Unë lipi edhe e shkalla e për më thëtë, unë e tu i shkallën bona, tha shakina në, tha shkër gjohë, tha shkëm, tha më sëtu si me armi rujtë, që këtë dragani me e një dragan, Gjakovës, tha, pisa të Halimit, ju shqiptarëve duhet më prej këtë. Halimi prezentat tha pëse, tha me nga prej këtë, se nga kemi që si shështë një mirë. A s'ka tashmo, da kemi që të Shqipni, da kemi o, mirë që mirë prej këtë, Halimi këta tha, dona, keni mundë më nga bashkat tani. Edhe e pashë që aty e rotlu, qështja, në dhanë i një shkile kafe, edhe atri qikolata pas më një vëgjët, edhe masë e i një shkëtagari për dromin e dytë. Për dromin e dytë i këqyën mirë, që djali s'këndër platë, më të dhaja patë qiken, i dha sot qiken hajde për mu. E morë më të dhanë, s'këndër, Halimi i që të më përdere. Masë e më masë ka të i nërë për mbara. Edhe, e shkëtagani me 2 porka automatike, edhe 2 s'këndër me qitë para. Ato tha nuk kemi para. Unë i pata 500 marka, në atë ko, i qitaj, i morën. Edhe i morën nuse, i morën pa të të një dhe, i marë zënetin e nuse, që kishë në nazat, e moshën i gastraat dujit me dukat. Edhe nga thënjeve grave, i morën mëse që ato, pasë në marë këto, i morën, i thërën me emën.
Dhe pjesa e dite, po, se kemi pa djemët. Mas 7 muaj kemi shkush për Dragani, e ka panu që i ka marrë fëmijët, këtë mashin, sa unë i ku marrë këtu të i policie, mas e shë kam bojnë këtë. Shu që panu që i ka marrë, edhe marrë në e luti. Pjesa e dite, tekse, Vishar e artani dhe mundin gjithë, bashkë të arrivë dhe të në gjithë ala. Unë më ndoha që i kanë marrë për më punu, se për me i shtuk nuk më ka shkomendja. Vitet kaluan të mbushura me pritje dhe mbëdhimbje të heshtur. Deri në vitin 2005, ajo jetoi në kërkim të eshtrave të gjithë familjarëve të saj, duke mbajtur në zemër çdo kujtim të tyre. Në atë vet eshtrat e 2 djemve të saj, Artani dhe Edmondit, u gjetën dhe u varrosën. Njëva një falësie, po midi nuk po heke. Ma që e minë që me spedalin bëdi. Ja bashkët, ja armin, ja djani, se Artani, Edmondi varrosën, e mëndova me spedalin, po jo, nuk tore, sa të dite Alimi, armin, ja djani, nuk janë dalë. Sot ajo jeton mes kujtimeve. Fotografit janë bërë zëri i tyre, prania atyre dhe shoqëria e saj më e afërt. Në çdo cep të shtëpisë së saj ruhen copë së zajete që nuk kthehen më. 27 vjet pa djemt dhe pa burrin. 27 vjet që saj pa ta numësët. 50 e gjysë kështë edhe fort, edhe kemi majtë më që për në kthehen. Se ta që një për majtë që të një qatë, në thashët të thëma. Kërë ndolli nusën të e ditja që ju ka ndollë t'i shka, edhe o këpo ta më duhe më kom, po më nimin e Zotit e mora vetër, thash, dishin për pëtej të alahen në atë kom. Thash, të ku dalë bile eshat mine, këthy, po fatë me 2 djeve o këthy, e alimi të armin dhe rjajnë të dhe ju. Ka marrë mali për të tanë. Po, shka më bo me fotografi të shpetaj. Ndonjëherë ajo thot që ishe në ëndër. I dëgjon teksa thërasin Aba, sikur asgjë të mos kishte ndryshuar. Po më dalin, vesh të ardhë, të më thirë. Për të gjithë ata që jetojnë me të njëjtën plag, ajo ka një mesazh të fortë. Pe më botë fort, mos më ligë, se asë me ka qef në më ligë, e më shkatru, e kështu më majtë, të këte ku ka thonë Zoti i marë. Por dhimbja asaj nuk është vetëm personale, është një thirrje, një kërkesë e pashuar për drejtësi. Po mendoj që ka duhet me pas drejtësi, se ata për na dënojnë djemë tonë, sidomos, është më thakë që qështën, e këta që ne ke marrë neve djemët e burat, nuk për dënojnë. E drejtësia pa i dënojnë, ata nuk vjenë. Ku të dënojnë qizin e Draganit, edhe shumë shok të atine, në atë që gëzohën, po në letësohet pakës. Shtëpia e saj sot nuk është vetëm një shtëpi, është një muze kujtese, një dëshmi e gjallë e asaj që ndodhi. Ferdonie Çerkezi mbetet simboli i një nëne që nuk dorëzohet kurrë, që kërkon drejtësi jo vetëm për familjen e saj, por për të gjithë ata që nuk u kthyen më.